vijon emisioni Portreti në televizionin Teuta. Së bashku do shoqërohemi çdo televizionin Teuta çdo të hënë ora 21. Doktor Gjimolla jeton dhe vepron në Australinë e Largët. Ai është një personalitet me merita të mëdha në fushën e mjekësisë, sidomos urologjisë, duke qenë pjesë e strukturave të njohura botërore në këtë fushë. Ka dhënë një kontribut të veçantë dhe vazhdon të japë në kërkime shkencore nëpërmjet publikimeve, ligjëratave, konferencave dhe simpoziumeve. Për nga natyra është një njeri tejet modest, i qetë dhe shumë i matur, reflekton një energji pozitive. Ka lindur me 1968 në Ulqin, ku ka kryer shkollën fillore dhe 2 vite të gjimnazit. Prindrit e tij, baba Ziaja dhe nëna Sërveta Rezi, në vitin 1984 marrin vendimin që të braktisin Ulqinin dhe të bëjnë bashkimin familjar. Rruga që zgjollën ishte shumë e gjatë dhe as pak e lehtë për një familje të niset nga fillimi me një jetë të re. Doktor Gjimolla nga fillimi i shkollimit u veçua për një nxënës shembullor dhe tepër ambicios. Me këtë ritëm vazhdoi dhe në Australi, ku së pari vijoi kursin e gjuhës, e më pas vazhdoi shkollimin. Shumë shpejt ai arrin të përvetsojë shumë mirë gjuhën dhe bëhet një student i dalluar. Kalaja për bashkëbiseduesin ton është një vend parajs në tokë, vendi më i preferuar i tij. Largësia nuk ndikon as pak tek doktor Gjimolla, që për çdo vit të vizitoj vendindjen me familjen e tij, bashkëshortën dhe 3 fëmijët. Miq të dashur të emisionit Portreti, përshëndetje, mirë se takohemi edhe në një tjetër emision Portreti me një tjetër protagonist nga ky vend shumë i bukur, i mrekullueshëm, që ishte dëshira e protagonistit ton. Pra, dhe ne nga Hoteli Pirates do të realizojmë emisionin Portreti. Në këtë emision do keni mundësi të njihni me punën, veprimtarinë, jetën e një bashkëvendasit ton. Përndryshe është një mjek shumë i njohur që jeton dhe vepron në Australi. Bëhet fjalë për Hodo Gjimollën, që unë shpresoj që shumica nga ulqinakët e njohin, por ndoshta gjeneratat e reja nuk kanë dëgjuar për këtë mjek shumë të zotin. Unë sot do shpalosi biografinë e tij para jush të rishikues të nderuar, por para se të kalojmë në prezentimin e kësaj figure të shquar, unë edhe një herë apeloj tek ju që të na kontaktoni në numrat e telefonit që do të vizatohen në ekranin ton,
në mailin po ashtu, dhe të na jepni sugjerime, të na jepni idea të reja dhe të bëheni edhe ju pjesë e këtij emisioni. Përshëndetje, doktor, do ju quaj kështu gjatë gjithë emisionit. Vërtet kam një kënaqësi dhe nder që ju po bëheni pjesë e këtij emisioni dhe po e begatoni emisionin ton me figurën tuaj, unë do ta quaj dhe të tjerët të quajnë të jetë të shquar. Ju thatë në bisedën paraprake që ju ndiqni emisionin Portreti edhe pse jetoni dhe veproni në Australi. Pa dyshim që e dini edhe si rrjedh emisioni, kështu që fillimisht do fillojmë me atë biografinë e shkurt të rinisë të vegjëlisë tuaj dhe të shohim kush është Hodo Haxhimolla, ku ka lindur, ku është shkolluar, kush janë prindërit e tij. Për së pari, do ju falenderoj edhe unë juve që më keni ftuar për më bë këtë emision, se dëshira ime është që edhe me që jetoj në Australi, ulçinin e kena gjithmonë në zemër. Sidomos të kalan e ulçinit, edhe si thatë ju më para, vendin që e keni caktuar ju është me tamam në zemrën time. Unë e feminin e kam kaluar në ulçin, edhe kam shumë memori që i kam në zemrën time. Kështu si në ulçin vi për çdo vit, edhe nuk mundet me kalu një kohë shumë e gjatë që mas mu këthy në vendlindje. Ju shkollën fillore e keni kryer tu në shkollën fillore Marshali Tito, pastaj keni vijuar me shkollën e mesme, ku keni kryer 2 vitet e para. Më pastaj, si vendosët të shkoni në Australi? Këto ishin vitet 84. 84. Në fakt, si thëjt një ma parë, shkollën kina kry në Marshall Tito, për ka ardhur edhe ajo periudha ku që Termeti edhe disa vite i kena kaluar edhe në shkollën Boshko Strugar, kështu afër Kalas, ku edhe kena pas një mundësi që kena luajtur edhe si fëmijë, kur kena pas të pushimet në gjatë periudhës shkollore. Kështu si kalaja metën një simbol në zemër. Kështu që masej kena kur kam kryer shkollën fillore, kam fillu gjimnazin, 2 vitet e para të gjimnazit i kam kryer në gjimnazi Bashkim Vllazërim. Dhe pastaj na si familje kena vendosur që të shpërngulemi nga trojet të ulçinit dhe vazhduam për puna bashkimit familjar të shkom në Australi. Ken kishi ju në Australi? Në Australi, babai im, Zia Haxhimolla, ka pas të gjithë vëllezërit e tij, edhe kështu që mbasi që gjyshe ime ndroi jetë, na vendosme të shkom në Australi. Çdo herë fillimet janë shumë të vështira. Ju më intereson çfarë nxënësit keni qenë dhe a keni pas njohuri të gjuhës angleze, meqense ato hapat e para janë të vështira kudo që të shkosh? Vërtet, kështu që unë nuk kam pas njohuri gjuhë angleze, faktikisht unë kam mësu gjuhën gjermane, që ka qenë asa kohë ka qenë gjuha që kena mësu të gjithë në ulçin. Dhe faktikisht profesorin kena pas Ismet Karamanagën, dhe ka qenë një profesorëve që me tamam e kena ndjek, dhe ka qenë shumë i zgjuar. Ndoshta dhe ta marrim si simbolin e Kalas. Ishte simboli i Kalas. Ishte ambasadori i Kalas. Padyshim. Kështu si dhe njohuri nuk kam pas nga gjuha angleze, dhe kur kam arritur atje është dashme me kry një kurs 6 mujor të gjuhës. Masi që kam kry kursin, kam hyrë në gjimnazin në Australi, në Sydney, ku kam kry vitin i 34 gjimnaz në Sydney. Dhe pastaj kam hyrë në shkollën e medicinës.
Fillet e para të arsimit nuk ishin as pak të lehta. Nuk e njihte fare gjuhën angleze, pasi në shkollë kishte mësuar gjuhën gjermane. Pas përfundimit të kursit të gjuhës, vazhdon shkollimin në vitin e 3 të gjimnazit në Sydney. Me përfundimin e gjimnazit, regjistron fakultetin e medicinës në Universitetin Shtetëror. Sigurisht që nuk ka qenë lehtë të regjistrohet në medicinë nga ulqini në një kontinent tjetër, por ai shprehet se ka pasur baza të forta nga shkollimi në ulqin. Nuk ka qenë e lehtë të shkosh në një kontinent tjetër dhe të mund të shkruhesh në medicinë, por ne kena pas edhe bazat e forta, sidomos në shkollën që kena fsu në ulqin, kena pas shumë mësuese të mirë, kena pas profesorë të mirë, kështu si baza e shkencore ka qenë e fortë. Kështu që unë s'kam pas probleme nga ana përgatitore, kam pas më tepër probleme nga ana gjuhës. Unë shkollën fillore kur e kam kryer këtu, pas edhe kam fituar edhe Luçën. Por edhe kur e kam kryer edhe gjimnazin në Australi, kam marrit një sukses shumë të mirë dhe kam pas, si thoni ju këtu, medaljonin e artë për shkollën time. Medaljen e artë në Australi. Kështu si na ka mundësuar dhe për mu regjistru në kursin e medicinës. Çfarë kishit veçuar nga ajo periudha e feminisë? Çfarë mbani mend? Cilat janë ato lojna? Ku janë ato daljet që ju si i ri keni dalë si një fillorist të themi apo gjimnazist? Çfarë ka ndryshuar me kohën? Me kohën, ulqini si fëmijë gjithmonë më bjen mend si një vend ka qenë shumë i lumtur. Si fëmijë kam një vend të lumtur, kam një vend të privilegjuar që kam jetuar në këtë vend. Edhe ma vonë kur reflektojnë këtë punë, edhe një vend edhe më të privilegjuar që kam lindë këtë qytet. Dhe marrëdhëniet si kena pas ndërmjet shoqërisë kanë qenë shumë të bukura. Edhe kena pas një shok që kena pas, shoqet, kena kalu një fëmijë shumë të bukur. Si fëmijë mbjen mend si edhe shumë herë i tham edhe fëmijëve të mi, na nuk kena luajtur me telefona, me kompjutera, kena dalë, domethënë kena luajt jashtë, kena thirr shoqet edhe kena luajt jashtë në rrugë, kena taku në vende të fusha të caktuara, ku kena luajt futboll, kena luajt basketball. Kështu që kena pas aktivitete të ndryshme. Janë të bukura ato të cilat kujtohen gjithnjë apo? Shumë të bukura edhe na mundohen për mi rivizitu ato ditë. Edhe për atë arsye edhe vizitoj ulqinin shpesh. Doktor Haxhimolla, plot 33 vite, jeton dhe vepron në Australi. Atje ka shkuar si një djalosh i ri, ka krijuar familjen, karrierën, por gjithnjë ka kultivuar traditën dhe ruajtur me shumë fanatizëm gjuhën shqipe. Mandje edhe fëmijët i flasin shumë mirë, meqense siç shprehet ai, ata në shtëpi flasin në gjuhën amtare. Miq të dashur, nga ambienti i hotelit Pirates, ku e zhvilluam një pjesë të bisedës, neve tash jeni në një ambient tjetër, po të njëjtin hotel, ku do të vazhdojmë bisedën me doktorin, të cilën ju kemi prezentuar në fillim të emisionit. Pra doktor, unë e vuna re që gjatë bisedës që zhvilluam bashku, ju shumë bukur e flisni gjuhën shqipe, dhe pse ka 33 vite që jetoni në Australi. Keni arritur që gjuhën ta kultivoni në këtë mënyrë edhe me familjarët tu. Pra me 2 vajzat, me djalin, me bashortën tuaj. Po, në faktikisht flasim edhe në shtëpi, flasim gjuhën shqipe, kështu si jena mundu për me majt kulturën tonë edhe gjuhën tonë.
kështu që mos të harrom gjuhën shqipe, edhe t'ja trashëgojmë edhe fëmijëve. Edhe kjo ka qenë dëshira jonë si prind, edhe për këtë arsye edhe kur vim vizitojmë edhe Ulqinin, i prumë edhe fëmijët çdo herë i marrim fëmijët me veti, që edhe ata të kenë një eksperiencë të këtij qytet të bukur. Dhe të jenë krenar se prej këtij i kanë për ardhjet e tyre. Zakonisht kemi raste kur vinë nga shtetet e ndryshme, si ato perëndimore, si ato më larg, Amerika, Australia e tjera, që fëmijët për fat të keq nuk e dinë edhe asnjë fjalë shqip. Sa është arritur, duke pasur ju kontakte të përditshme me pacient të themi të ndryshëm, të ruajnë shqiptarët që jetojnë në Australi gjuhën? Në vendin ku unë punoj, nuk kena edhe shumë kontakte nga familja e pacientëve shqiptarë, por na njohim edhe familje shqiptare. Shumica e këtyre familjeve kanë marrë traditë që të fëmijëve t'i mësojnë gjuhën shqipe. Kështu si na si nga familjen jonë, jo vetëm unë, po edhe vëllezërit e mi kanë bërë një përpjekje dhe motra që t'i mësojmë fëmijët gjuhën shqipe, dhe ata të kenë të mbajnë traditë. Faktikisht unë kam pas nga ana mjekësisë, kam shumë pacientë që janë nga Greqia ose nga Italia, edhe ata shumica aty i mësojnë fëmijëve vetë gjuhën e amtare tyre. Kështu që është një humbje e madhe nëse fëmia, sidomos gjenerata e parë që ka lindur atje, mos të dinë gjuhën e nanës. Kështu që unë shumë herë i them edhe fëmijëve që të mësosh një gjuhë tjetër. Në shumë vende të botës do të shkon në fakultet, me mësu një gjuhë. Kështu që sa i lumtur do të jetë njeriu që të mësojnë gjuhën, si rriten edhe ka një effort të domosdoshëm që të mësohet një gjuhë e re. Festa e flamurit, 28 nëntori, është festa e cila i tubon të gjithë shqiptarët në një vend. Aty mblidhen nga vendet e ndryshme, është kënaqësi që edhe të rinjt janë të motivuar të marrin pjesë në takime të tilla, shprehet bashkëbiseduesi ynë. Na mblidhena, sidomos kur kena festën e pavarësisë me 28 nëntor. Kështu që kena domethënë si festivalin që takohen me shqiptar të vendeve të ndryshme, jo vetëm nga Ulqini, po edhe trojeve të tjera shqiptare. Kështu që përpiqena që të takohena edhe të marrim pak këtë traditën tonë. Ta ruajmë, ta kultivoni. E vërtet. Ta kultivojmë dhe t'i trashëgojmë gjeneratës së re. Ka folklor atje? Folklor në Sydney, për punën si popullsia shqiptare në Sydney është e vogël, nuk e di se ekziston. Në Canberra është edhe shumë edhe më vogël, janë vetëm disa familje shqiptare. Por në Melbourne popullsia shqiptare është shumë më e madhe, edhe parashikohet se ndoshta janë deri 20.000 shqiptar në Melbourne dhe në Victory, që është një shtet tjetër i Australisë. Pas përfundimit të fakultetit, ai kryen praktikën në vitin 1992, ku orientohet në kirurgji optominimale, të cilën e studioi 5 vite, për t'u orientuar më pas në degën e urologjisë, të cilën e ushtron edhe sot. Degën e urologjisë ka kryer në kohë rekorde për 4 vite. Unë së pari, masi që kam kryer fakultetin e medicinës, kam hyrë si praktikant vitin i parë, dhe kam kryer praktikën në vitin 1992, dhe pastaj kam marrë rezidencin në hirurgji.
rezidencinë në hirurgji e kam bërë për 2-3 vite dhe kam marrë degën e hirurgjisë abdominale dhe atë e kam kryer për 5 vite. Pastaj kam marrë edhe degën e urologjisë që e praktikoj sot. Degën e urologjisë kam kryer mas 4 viteve, që është në kohën rekorde. 2 vitet e para punësohet në Melbourne, ku shënon edhe arritjet e para në robotik, duke marrë pjesë në ekipin e parë në robotik në Australi me profesor Steon, ku kryen intervenimin e parë në prostat me robot me sukses. Për këto arritje të mëdha kanë shkruar dhe folur pothuajse të gjitha mediat në atë vend. Pra merr pjesë në operacionin e parë me robot në Australi, në Melbourne, që është një sukses dhe arritje të jetë e madhe. Australia njihet si vendi i dytë në botë për praktikimin e robotikës, pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku ai edhe është trajnuar për përdorimin dhe aplikimin e robotikës. Dhe për atë mosina kam vazhdu të punëzohem në Melbourne për 2 vite. Aty kam ba edhe arritjet e para që i kena ba në robotik në Australi. Faktikisht unë kam qenë në timin e parë në robotik në Australi me profesor Castellon, që e kena ba edhe prostatën e parë me robot në Australi. Kështu që kena pas një rritje shumë. Ka pas sukses ai operacioni i parë me robot? Ka pas shumë sukses, edhe me hapat e para kjo ka qenë diçka që për Australi ka qenë shumë gjë e madhe, se Australia ka qenë një ndër shtetet e para në botë pas Amerikës që filloi me praktikimin e robotikës. Unë kam kaluar 3 muaj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në qendra të ndryshme dhe spitale të ndryshme në Amerikë, dhe atje kam mësu robotikën edhe laparoskopinë, dhe kur e kanë pru domethënë robotin në Australi, në Melbourne, ku e kena ba operacionin e parë, unë kam mujtë të herën me profesorin të bam operacionin e parë në Australi. Kështu që ishte një krenari e madhe që të vish nga një qytet i vogël nga Ulqini prej Malit të Zi dhe të arrijmë diçka aq të madhe në një kontinent në anë tjetër të botës. Kanceri i prostatës është shumë i përhapur në mbar botën, por është sëmundje e cila mund të shërohet me shumë sukses nëse zbulohet me kohë. Ai kujton një rast që ka pasur me kolegun e tij të punës, ku sëmundja është zbuluar në stadiumin e parë dhe është kuruar. Me të vërtetë ata raste janë edhe të shumta, por një rast që më ka prek nga ana personale, për arsye se pacienti ka qenë edhe kolega jem, që kena punu së bashku. Ai ka ardhur, ka qenë në moshën 40 vjeçare, dhe ka ardhur për një arsye tjetër, ka menduar se ishte një infekcion të testis, dhe unë i tregoj si ma mirë ishte për mi shiku dikush, domethënë si në mënyrë profesionale, jo me shëru vetën. Kur e kam shiku pacientin, unë e vrejta se faktikisht nuk ishte një infekcion, por kjo kishte kancerozën e testis, dhe na mrena 24 orëve e bam operacion, kështu si ka pas një sukses shumë të mirë, dhe ky personi është kuruar më tepër se 90%, se duhet të shikohet në brenda 5 viteve, derisa ta dim si me tamam si ka kryer çdo gjë në rregull, por nga ana e operacionit dhe nga ana e kimoterapisë që e morri, ka me pas sukses, mas se 90% të jetë kenca
free, edhe më thonë E përfundume. Çdo gjë e Çdo kryme. gjë e përfundume. Mënyrë që të kene dëshiruar për te. Kështu si ka qenë diçka si mas të kishte ardhur të vizitojmë, kështu si kishte me pas edhe një mesazh se çdo person i ri në moshën 20 deri 40 vjeçare duhet të bëjë ekzamenimin e vet, siç është ke gjinia femërore të ekzaminohet nga pikpamja ginekologjike, kështu duhet edhe meshkujt të kenë këto ekzaminime. Nga ana tjetër, kena pas raste të ndryshme, si pacienti ka pas një tumor shumë të madh, nga kanceroza e veshkëve, dhe na kena mendu se ndoshta edhe nuk mundena që ta pështojmë, por kena organizuar ashtu edhe ekipin që të ketë mundësi nga ana ekipin vaskular, urolog dhe të hirurgjisë abdominale, kështu që kur e kena ba operacionin, ka qenë suksesshëm, edhe me tamam si jo vetëm na kena qenë shumë shën, por ka qenë edhe familja ati, të gjithë kanë qenë, si thonë, në qenë shën e verë. Edhe ka qenë me tamam diçka suksesshme, edhe diçka që na ka prek se pacienti njësej ka qenë i moshës 44 vjeçare, dhe me tamam si mas të shëshëruar dhe mas të kishëm ba operacionin, ai kishte pas edhe pasojë me vdek për ati kancerit të veshkës. Kohë më parë, Dr. Haxhimolla ka pasur një ftesë nga Asociacioni i Urologëve të Malit të Zi, ku është dalë me të dhëna alarmante nga ky seminar, ku 5% të rasteve zbulohen në fazën fillestare, ndërsa 95% të rasteve në fazën e metastazës, ku më nuk ka shërim. Për Dr. Haxhimollën, këto të dhëna janë shumë alarmante, sepse në Australi është e kundërta, nga kanceri i prostatës vdes një numër shumë i vogël, 5%. Faktikisht, unë edhe përmenda dhe më para kur bisedume për disa rastet e tilla, unë kam marrë para 3-4 viteve në Ulqin dhe unë kam qenë i ftuar në seminar në Kotor, ku ka qenë asociacioni i urologëve të Malit të Zi, dhe një pi punimeve që ata prezentuan ishte që 95% të kancerit të prostatës në Mal të Zi diagnostohet në shkallën e metastazës. Vetëm 5% në shkallën lokale ku muesh mi kuru kancerin i prostatës. Kështu si faktikisht një pi profesorëve më tha si më falni që ky punim ishte pa u prezentojmë, por unë faktikisht e mora dhe si inkarigjuese këtë çështje për puna si i kam thënë në Australi ishte kundërta. Në Australi kjo gjë ishte kundërta. Edhe kishte me qenë shumë mirë që për shkak se popullsia e Malit të Zi është 650.000 banor, si asnjë shkak prostate mos të gjehet në këtë shkallë. Se kjo është një gjë që gjehet shumë kollaj, me edhe gjaku, dhe nga ana e gjakut dihet se ai është ndonjë pasojë që mund pacienti me pas kancerin e prostatës. Kështu që kjo mund të gjetë në fazën lokale, në fazën që kjo mund të shëru më se 90%. Kështu që mendimi im që japa kolegiumit është që të prezentohet edhe të lajmërohet edhe media ky doktori i preferuar, doktori i zgjedhur, të gjithë të angazhuar
që mi gjetë domethënë prostatën, kanceri i prostatës sa më herët në atë shkallë që mundet të kurojmë. Ndoshta të vejet një ligj që të jetë e domosdoshme një kontroll vjetore, siç e keni ju, siç është në botën e jashtme, ajo ndoshta do kishte edhe më sukses. Faktikisht, këtë si po thoni ju, unë kam thënë edhe kur kam diskutuar në Australi, si faktikisht shteti i Malit të Zi kishte me qenë një shtet si në botë kishte me qenë si shembull që të kanceri i prostatës të eradikohet. Se kjo është popullsi shumë e vogël, domethënë popullsia që edhe mbahet në kontroll, domethënë kjo nuk ishte diçka si kishte me pas resurse të mëdha të kërkuara, por me një gjatë shumë të vogël kishte me mujt mu rregullu kjo punë. Sa keni kohë për familje me angazhimet që keni ju si mjek? Që dihet mjeku shpesh nuk ka orar të punës. Po, e vërtet, ka njëherë, sidomos kur kam qenë në periudhën kur kam qenë specializant, ku është dashur ka njëherë edhe me punu edhe ka 2 ditë me radhë, ka njëherë reflekton njeriu edhe ma vonë në jetë, si edhe fëmia në atë kohë edhe nuk ka njoft shumë se ka pas raste që ishtë dashme me kushtu profesionit. Kam qenë musafir në shtëpinë e vetë. Por jena mundu mi korrigju atë problem ma vonë, kështu që unë mundohem çdo shtunë dhe të diele të kalojmë me familje, edhe çdo kohë tjetër të lirë të kalojmë në mënyrë familjare. Kështu që pushimet mundohen mi bam në mënyrë familjare, edhe këto i bam 2-3 herë në vit, dhe takohena rrime me fëmijë, por edhe me vëllezërit dhe motrën, sa më tepër të jetë familje së bashku, edhe të kalojmë një jetë në mënyrën të kushtohen e familjes. Keni menduar ndonjëherë të ktheheni të jetoni në Uqin? Kjo është pyetje shumë e bukur, se unë këtë e mendoj të ankohen. Unë kam mendim që në kohën kur do të vijë në pension, të kaloj gjysmën e kohës në Uqin dhe gjysmën e kohës në Australi. Kjo është dëshira jeme, kjo është ëndra jeme. Përveç që jeni një mjek shumë i zoti, i aftë në lëmin tuaj, ju merreni edhe me aktivitete tjera të lira. Çfarë përveç që veshni bluzën e bardhë, çfarë punoni tjetër? Ku jeni të angazhuar? Unë merrem shumë edhe me Humbime shkencore? Humbime shkencore, kena bërë publikime shkencore, shkojmë edhe në ligjërata, unë jap edhe në fakultetin e medicinës, jam ligjërues në fakulteti Australian National University, që është fakulteti i parë ose i dytë në Australi në ranking botëror për nga ana e medicinës. Kështu që i kushtohem që edhe gjenerata tjera të vazhdojnë dhe të kenë suksese në medicinë, ashtu edhe i mësojmë edhe praktikantët tjerë në spitalin shtetëror, që ata të mësojnë nga praktika jonë edhe nga përvoja jonë. Ai ka dhe një eksperiencë me profesorin e njohur, Cane Tulić, në klinikën e Beogradit, dhe ka bashkëpunim të mirë me mjek të tjerë specialistë në fusha të ndryshme të mjekësisë. Për nga ana zhvillimit të kirurgjisë, sipas Dr. Haxhimollës, vendi ynë ka përparuar shumë, por nga ana teknike nuk është në përparimin e duhur. Para disa viteve kam pas mundësinë që të punoj në Beograd,
më kanë ftuar në Beograd dhe kam qenë 2 herë në Beograd, ku kam punu me profesorin të jashtëzakonshëm, Cane Tulić, që është profesor në katedrën në Beograd dhe kena bashkëpunuar së bashku. Nga ana e zhvillimit të urologjisë, çka kam vrejt në trevat tona, si ala laparoskopia nuk ishte në një shkallë të zhvillimit, por me siguri kjo mundet të bëhet me një kohë me të ardhmen kjo të praktikohet. Por faktikisht praktika në mënyrë generale të urologjisë ishte në shkallë të lartë, sidomos kam shumë respekt për profesorin Tulić, që është shumë i aftë dhe ka një përvojë shumë të madhe. Faktikisht në rajonin të Malit të Zi kam pas rast të punoj në Tivar me doktor Zelinovićin edhe me doktor Joco Ivovićin. Na kena pas bashkëpunime edhe kështu që mundohem që nga ana ime të kontribuoj sa më tepër edhe për zhvillimin e urologjisë lokale, që të kontribuojmë që së bashku të ecim përpara. Ju keni pasur edhe një takim me kryetarin e komunës, unë e pata rast në media të lexoj. Për çfarë ju ka ftuar kryetari, cilat ishte biseda që zhvilluat në kabinetin e Cungut? Së pari dua të falenderoj zotëri kryetarin Cungu për ftesën e tij dhe për mirënjohjen e kontributit që ai ju dha juve, po? Me dha, edhe e kam një vetin shumë të kënaqur që kjo ka qenë diçka rastësisht, se unë se kam prit diçka të ndodhë, por kryetari Cungu më ftoi dhe kjo më bani shumë të lumtur që ai nga koha e tij shumë e çmuar, domethënë e veçoi kohën e vet për të marrë kohë të takohet me ne. Kështu që kam një vetin shumë të kënaqur. Çfarë mendoni? Sa ka perspektivë të jetoj rinia këtu? Si e shihni të themi dukurinë e mërgimit të rinjve tanë, që për fat të keq dita ditës është në rritje? Kjo gjë është shumë e zorshme nga ana ime të me nap një farë opinionit nga kjo çështje, për puna se unë jam vetë një për emigrantëve që kena emigruar. Por faktikisht mendimi jem është që rinia me qenë ma optimiste. Unë jam shumë optimist nga kjo anë dhe shaf shumë ndryshime. Edhe mendoj si nuk duhet me mendu edhe ma tepër edhe për të ardhmen e tij qytet, të ardhmen e rajonit. Edhe mendoj si e ardhmja ishte në edukim. Si një mesazh që kishte me nap të rinjve të këtyre trevave si duhet të përkushtohemi të universitetit, të shkollimit, që të arrijmë një kuadër të lartë, që sot është koha e globalizimit. Sot mundesh me jetu në Lëqin të punosh New York. Do më thanë si në qoftë se ti e i aftë nga ana e kompjuterit, nga ana e programëve, ti nuk duhesh të jetosh vetëm një vend. Nga ana e globalizimit mundesh me punu në çdo vend në botë. Unë jam në Lëqin, edhe ala merrem me disa punë, komunikoj me Australi. Kështu që vendi si vend nuk duhet të jetë me thanë vendit, unë jam në Lëqin edhe nuk ka shpresë.
ky vend ka një perspektivë shumë të mirë. Dhe unë i inkuaroj njerëz që të vazhdojnë, të shkollohen, të kenë një mënyrë pozitive për të ardhmen. Ardhmja ka me qenë shumë e bukur për këtë vend. Edhe besoj me të vërtetë si duhet me punë, duhet të bëjmë arritje edhe me punë të punojmë sa ma tepër. Përveç arritjeve të tija në karrierë, ai është shumë i kënaqur me arritjet e tija si bashkëshor dhe prind. Ai shprehet se akoma në familjen e tij mbizotërojnë pikpamjet konservative. Akoma nuk kanë dalur nga rrethi patriarkal, e gjithë këtë me një qëllim për të ruajtur familjen nga dukuritë e shëmtuara që sjell koha. Unë jam shumë i kënaqur me arritjet e fëmijëve, për puna si kam thënë më parë, nuk kam kontribuar shumë në fillim në edukimin, ndoshta në rritjen e tyre. Kështu që jam shumë i kënaqur. Ata janë pasuria më e madhe si kam në jetë, që kam arrit. Kështu që edhe si kam thënë më parë, na jena në një mënyrë më konservativ. Na ala e kena atë traditën si kena shku pi ulqinit. Ulqini prapësh më shumë më progresiv se ku jena na. Edhe vetëm si fëmijët i kena edukuar në atë frymë si jena rritë edhe në vetë. Edhe kena pas qef si fëmijët të shkojnë në shkolla, të kryejnë shkollat e larta, universitetet, dhe të arrijnë në këtë pikpamje. Kështu që deri tani jena shumë të kënaqur si prindër se çka kanë arritur ata deri tash. Faktikisht vajza e madhe simjet kryejnë farmacinë, degën e farmacisë, kështu që jam i kënaqur si prind, si edhe ajo ka marrë një degë të medicinës. Kështu që mundena me shkëmby të bat një krah edhe mundena me shkëmby disa mendime. Djali ishte të kry shkollën e biznesit dhe shkollën e juridikun. Dhe vajza vogël ishte e kry vitin i 4 gjimnas. Dhe ajo njësej ka mendim ose të shkojnë në farmaci ose në arkitektur. Kështu që jena të kënaqur si prindër se çka janë të arrit fëmijët. Keni qenë ndonjëherë politikisht i angazhuar? Si është jeta politike në Australi? Jeta politike në Australi është shumë e qetë. Në krahasim me jetën politike në martësi. Nga pikpamja është shumë e qetë për puna si na merren vetëm politik kur është zgjedhjet. Por duke jetuar në Canberra, që është qendra e administratës të Australisë, dhe duhesh të kesh një farë opinionit në politikë në Canberra. Na kena shumë ambasador, kena shumë pi vendeve të jashtme, dhe kështu që është vend ku politika është gjë e përditshme. Si e shihni pozitën e shqiptarëve? Meqense ju përsjellni media, lexoni, çfarë mendoni për pozitën e shqiptarëve në Malëzi? Me të vërtet nga ana shqiptarëve në Malëzi nuk jam në rrjedh, por do të them si me integrimin e Malëzi në komunitetin evropian nuk kam u dashur pas ndonjë problem zgjedhje shqiptare. Aja duhet ka me qenë integrimi i çdo popullit nga çdo anë të botës. Një gjatë që më ka na përshtypje mua në Australi është si në Australi është një sistem multikulturor. Kështu që ky sistem i përkrah çdo kultura, çdo popull nga shtetet e ndryshme. Kështu që edhe në Malëzi besoj si kjo duhet të jetë një gjë që nuk duhet të qenë një çështje për shtetësit e Malit të Zi. Përkundër diskutabile, kjo duhet të qenë një gjë që është e vendosur në konstitutën
çdo shteti në botë. Domethënë të drejtat e njeriut duhet me qenë të respektohen në maksimum çdo ket në botë. Jo të shikohet njeriu se prej në baza fetare ose nacionale, po të vlerësohet nga kontributi që i jep shoqërisë. Cilat janë planet tuaja në të ardhmen? Planet e mia në të ardhmen është vazhdoj dhe të avancoj degën time në urologji. Unë mundohem që gjithmonë të jem në front të teknologjisë. Mundohem që atë të bazoj dhe të avancoj sa ma tepër në kuadër të lëmizë time. Kështu që kam ardhur në një shkallë si kena mujt nga ana e prostatës, for example, nga ana e prostatës për shembull, kena qenë timi i parë në Australi që e kena ba biopsin me fusion biopsy, ku kena përdor MRI edhe ultrasound dhe kena ba targeted biopsy që mi gjetë tamam se ku ish kanceri i prostatës. Edhe kena ba disa unëtime në këtë pikpamje, edhe disa publikime në këtë proces. Kështu që unë kam dëshirë që të vazhdoj me hulumtime edhe të vazhdoj me ligjërata edhe mësime në fakultet. Me vitet e ardhme, por si shkojmë në vite dhe si vitet kalojnë, edhe mendoj që në të ardhmen të kemë ma kohë të lirë edhe të vinë vend vetë, kështu që kur dal në pension, mendoj që një pjesë të kohës të kalojnë në ullqin. Edhe kisha pas qef edhe në atë kohë të kontribuoj edhe pse kam e qenë në pension, të kontribuoj atëherën vendit tim edhe në mënyrë më aktive me punë në urologji. Atëherë mu mbetet të ju falenderoj që ju ndat një kohë të çmueshme tuajën, me qenë se ju nesër udhtoni dhe emisionin do keni mundësi ta ndiqni atje në Australi. Me betet ta falenderoj edhe pronarin për që na mundsoi ta realizojmë emisionin në hotelin e tij, Pirates. Ju uroj nga zemra shumë suksese në jetë, të kontriboni, të ktheheni ashtu siç i keni plan kur të dilni në pension dhe ta keni rrugën e mbarë. Faleminderit edhe nga juve për ftimin që na keni bë që me dalë në emisionin juaj, që e kam me të vërtet e kena përcjellë edhe përpara dhe na nep lajmet nga trevat tona. Ishte kënaqësi. Faleminderit. Pra të shikues të nderuar, kështu përfunduam emisionin Portreti, të realizuar këtu në hotelin Pirates me doktorin e njohur Ulqinak që jeton dhe vepron në Australi, Hodo Hajimolla. Unë ju falenderoj për vëmendjen e treguar. Neve takohemi sërish të hënën tjetër, pra të hënën mbrëma në orën 21. Deri atëherë, mirë veç.